Me fillimin e muajit të Ramazanit në tregun e vendit tonë, qytetarët po vërejnë rritje të çmimeve. E kjo ngritje që po dëmton xhepin e tyre nuk po konsiderohet e arsyeshme. Shqetësimin e tij e shfaqi edhe para kamerave tona një nga qytetarët duke treguar se sot ka paguar më shumë se zakonisht. Që faktikisht sheqerin e mora 5 euro e gjysmë gati. E kjo ka pas edhe 4,60 edhe 4 diçka po që me të shtrejnë e mora. Që mollat ku kënë gjitha jenë përmi një 40, një 60, një 50, po. Ka pas edhe 60 centve, 70 centve, po. Gjitha në rritje. Një tjetër tregoi se në cilat produkte po e vërejnë këtë rritje të çmimeve. Po, Allah e kënë me vajtë, që se kem vajtë. Pa me përime, këto ato në frutat më të mëdha jenë rrita. Kujtojmë se një iniciativë për bojkot të marketeve është filluar më 10 shkurt, duke vazhduar me datat 15 dhe 16 shkurt, si data të fundit që është zhvilluar ky projekt si pakënaqësi e çmimeve të larta që po mbizotrojnë në vend.